Pasi Allahu madhëruar na tregoi për kujdesin e tij ndaj djemve të shpellës, pas vendosjes së tyre në gjumë, duke e bërë diellin t'i ndriçonte dhe t'i ngrohte ata nga mëngjesi deri në mbrëmje, na tregon për më shumë rreth këtij kujdesi dhe thotë: "Wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud", do t'i mendoje zgjuar ndërkohë që ishin në gjumë, "wa nuqallibuhum dhata al-yamini wa dhata al-shimal", dhe ne gjithashtu i rrotullonim ata djathtas dhe majtas gjatë qëndrimit të tyre në shpellë. Thonë komentues të Kuranit, në këtë ajet kemi të bëjmë me një tjetër kujdes për kujdesit e Allahut mëdhëruar, dhe që është ruajtja e trupave të tyre nga prishja nëpërmjet rrotullimit të tyre djathtas dhe majtas. Nëse Allahu madhëruar nëpërmjet diellit ruajti ambientin e shpellës, atëherë nëpërmjet lëvizjeve të tyre ruajti trupat e tyre nga prishja, që do të thotë se Allahu madhëruar kur djemt ja dorëzuan qeshtin e tyre Zotit të tyre, atëherë ai mori përsipër gjithçka që ata t'i qëndronin kohës. Djemt për shkak të këtyre lëvizjeve dukeshin zgjuar edhe pse ishin në gjumë, dhe kjo ndryshe nga të fjeturit e zakonshëm. Thonë komentues të Kuranit, njeriu zakonisht kur fle karakterizohet nga qetësia, ama këta për shkak të lëvizjeve të tyre majtas dhe djathtas dukeshin zgjuar edhe pse ishin në gjumë. Kushdo që e sheh një skenë të tillë do i shkaktoj panik kur sheh nga i fjeturi veprime e atij që është zgjuar. Dhe thonë komentues të Kuranit, Allahu madhëruar me këtë pamje që u dha djemve dhe me këtë lëvizje kishte edhe një qëllim tjetër, dhe që ata të mos shqetësoheshin nga askush i jashtëm, derisa të arrinte koha e caktuar për zgjimin e tyre. E gjitha kjo është prej kujdesit të Allahut madhëruar për këta djem, për cilin thot profeti sallallahu alaihi wasallam: "Inna Allaha idha istudi'a shay'an hafidhahu", Allahu madhëruar kur i lihet atij diçka amanet, atëherë ai e ruan atë, apo siç thoshte Jakubi alayhis salam dhe i porosiste bijtë e tij kur i nisi për në Egjipt për të kërkuar Jusufin dhe vllajën e tij, u thoshte: "Fallahu khairun hafidha wa huwa arhamur rahimin", dijeni se Allahu madhëruar është ruajtësi më i mirë dhe ai është më mëshiruesi i mëshiruesve.